E pora po më vjen të një vojzë 6-7 vjeçare më zgabofsha, në atë kohë une kom kujdestaru si vullnetar, se nuk isha në proces të punës në ÇKK pas specializimit, edhe ajo paciente, ajo vogla ishte operuar në Zagreb. E ka pas një patologji një endë gjakut në nofull, edhe ajo shkakton gjakderdhje të mëdha që janë vdekje pruse. Edhe une kur e mora ndrimin shkova dikun pas orës 2, kur bëhet edhe kur shkojnë kolegët dhe ti me vetëm. Nona e pacientës ose fëmijët më tregoj që ka pas gjakderdhje disa herë nga goja. Edhe une shkoj e shof atë jastukën ku ka ndajt, për një me ke pjesë e madhe njollës gjakut, po dyqysh nuk besova te ajo, e kishim pru me e përcjell, as nuk isha informur çka kam punu në Zagreb, as nuk pat fletëlqim, sepse unë shkova isha si, qysh me thonë si, jo turist, po isha si mysafir aty, se nuk isha 24 orë, vetëm kujdestarit i mosha. Edhe ka ora 1 e natës, për një moment po më thirr nona e fëmijut, edhe filloj gjakderdhja e madhe. Mendzi e kom tërheq prej dhomës spitalit në kirurgjinë maksillofaciale dhe e kom pru deri te lidhtorja, ku i kemi 2 karika si ato stomatologjike që janë, edhe kom fillu me aspirator, se dilke gjak do me thonë sasi e madhe prej gojës, me aspirator nuk ndalke, do me thonë edhe pishon në aspirator sasi e madhe gjakut. Fillova me gaza, edhe ndërkohë ishit vetëm? Vetëm isha me një motër në ndrin. Për një moment më e lidhi shumë shpesh me atë filmin e Mel Gibsonit, kur i shkon spata dhe ai tërheket, tu e ndreq reflektorin, për një moment e tufa rrezeve, bash e pash burimin ku është. Edhe me gisht, do me thonë, e kom shpëtu, e kom nal gjakderdhjen, se ishe mundshme me gisht me nal, ishte në alveol në dhomit, ose në gotën ku është dhomi, a i dhomi qumshtit ishtë largu edhe aty filloj gjakderdhja. Nona pacientës më thëj ke le këtë vajzën fëmijën se shkoj kjo, se ishtë sasi i madhe gjakut, edhe për mos me ndodh kur hup sasi të madhe gjakut është rrezik, sidomos të fëmijët që me mbet kjo truri pa gjak, edhe fillojnë ndryshimet të cilet humbve dijen edhe aja vish filloj. Edhe do me thonë kështu i krusëm poshtë 2 orë, deri sa janë liru anesteziolog, se ishte mas luftës, anesteziolog desi janë liru, do me thonë edhe kom thirr një koleg, për jo të mos e hek, do me thonë, afër 1 orë e kom majt me dorë, do me thonë, presion digital i thojnë, e kom thirr një kolegi cili u ardhë në 5 mëngjes edhe më kanë ndihmu, edhe erdhëm në përfundim që më ant një fashe edhe me lidh gojën me tela dhe ja rritë me ndalë.